Kjo kështu nuk shkon se rroga unë po punoj 31 ditë. E nuk mund të mu për shembull me ma asi nol drejtën teme. E drejta jam që me ardhën punën që rrogën tani me marr. A ke marrë për këtë muaj? Ja, hala se kam marrë. Thanë që kanë me shlu, ama gjithë rrogë. Me gjithë rrogë nuk qohet jeta. Kështu shprehet Ismail Jaka, i cili thotë se për 16 vite që punon në higjienën komunale të Shkupit, nuk është përballur kurrë me këtë gjendje të krijuar në këtë ndërmarrje. Përveç se nuk ka marrë pagën e muajit, ai shton se i ka ndodhur disa herë që të del për punë herë në mëngjes, por është detyruar që të pres në rrugë me orë të tëra për të filluar punën. Kena dalë me prit kerën me najpru për me nis me fillu punën. Nuk ka pas kerë, kena nej 2 sahat në rrugëve, 3 sahat, qytetarë të anko ishin s'po mirët bërlogi, kena nej sa kena nej, kena shku në shpi, pa kerë nuk mirët bërlogi. Ismail Jaka thotë se për shkak të gjendjes së rënduar të higjienës komunale, përveç se nuk kanë marrë pagat e këtij muaji, nuk kanë as uniforma, as mjete të tjera të punës. Teshat me një vakt i kanë dhënë me rregull, që tash as tesha nuk topin me rregull. Po do të me shku me ble. Sa i përket asaj që zbrazën vetëm kontejneret e nuk grumbullohen deponitë e krijuara rreth tyre, sipas këtij punëtorit të higjienës komunale, e gjithë kjo ndodh për shkak të mungesës së mjeteve të punës dhe mos menaxhimit të mirë nga ana e ndërmarrjes.